Jemi në banesën prej 59.3 m2 e Buzdetit tek Rëra e Hedhur. Këtë banesë shumë të lezetshme jemi duke ofruar vetëm përshitje, është në katin e dytë dhe me pamje anësore nga deti. Çmimin do a tregojmë në fund. Është me fletë poseduese dhe ne e shesim si të tillë. Banesa është përdorur shumë pak nga vetë pronari kosovar. Ka një organizim shumë të shfrytzueshëm. Këtu ku jemi mund të shihet, është qëndrimi ditor, është një tresh këto, fotelja, tryezaria për 4 persona dhe kuzhina është me të gjitha elementet. Është kuzhinë minimaliste por shumë e shfrytzueshme. Komplet banesa ka orientim nga perëndimi. Tu e kemi hyrjen banesë, e kemi një banjo shumë të madhe me dritare dhe tash po futemi në dhomën e xhumit, dhoma e çiftit. Është banesë për një çift ose për të gjithë ju që dëshironi me shfrytzu për Airbnb është mundësi ideale, sepse sezona e verës veç ka filluar. Një banesë të tillë ju mund të alshoni shumë mirë me qira. Nëse jetu kërku një vend shumë të mirë e Buzdetit, kjo është adresa e du. Lokacioni i këtij apartamenti është vërtet fantastik. Ndodhemi në mes inheritorit, Hotel Syles dhe hotelit Illinois. Është vend fantastik për çdo pushues. Mund ta vremi edhe detin. 2 hapa e komt ishte nuj. Çdo gjë që vreni nga ky apartament është investuar nga pronari, duke filluar nga dyshemeja, dyert e dhoma, pllakat në banjo, dritaret e kështu me radhë. Është i pajisur edhe me klimë multisplit me brandin Hisense, ndërsa çka do që shihet këtu vjen me çmim të banesës. Ne jemi duke ofruar përshitje në vlerë 2.000 euro për metër katror. Çmimin është i volitshëm për zonën se ku ndodhet ky apartament. E për detaje të tjera, ju mund edhe të na kontaktoni. Kontratën e realizojmë te noteri dhe banesa ka edhe fletë poseduese. Nga jashtë kompleksi duket i tillë, është i ndërtuar nga kompania Paluca Group, një nga kompanitë më të famshme të zonës. E kompleksi është po ashtu mjaft i bukur dhe me qasje direkte nga 2 rrugë.